Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokuroria Speciale në Hag përfundon këtë të marrë deklaratat ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në fillim të fjalës hapse, prokuroria kërkoi 45 vite burg për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin ose 180 vite dënim në total. Në këtë fazë, prokuroria, ekipet mbrojtëse dhe shkrerët e UÇK-s do të kenë mundësinë që për herë të fundit të paraqesin trupit gjykues argumentet dhe parashtrimet e tyre përfundimtare. Ishe prorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hag nga nëntori vitit 2020. Pas dënimit të kërkuar nga prokuroria për ish-krerët e UÇK-s, presidenti Vjosa Osmani theksoi se pavarësia është rezultati i vullnetit të popullit dhe një lufte të drejtë dhe të pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndërsa krimet e luftës dhe genocidi u kryen nga Serbia. Sipas kreut të shtetit, çdo përpjekje për barazimin e UÇK-s me agresionin serb minon drejtësinë dhe dëmton paqen afatgjat. Kosova dhe qytetarët e saj kërkojnë drejtësi. Lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe e pastër. Kjo e vërtet nuk ndryshohet me tentime për të rishkruar historinë dhe për ta njollosur dhe për të zhvlerësuar betejën e popullit Kosovës për liri, është thirrja e presidentes Vjosa Osmani. Kryeministri Albin Kurti e komentoi dënimin me 45 vite burgim për secilin nga drejtuesit akuzuar të UÇK-s se po injoron plotësisht kontekstin e luftës në Kosovë dhe po përpiqet ta vendosë këtë çështje në një vakum juridik duke shkëputur veprimet nga realiteti i luftës çlirimtare. Kryeministri premtoi se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të qëndrojnë të palëkundura në brendje të vlerave të luftës çlirimtare dhe të së vërtetës historike, ndërsa nënkryetaria e Kuvendit Albulena Xhiu e komentoi si një përpjekje prokuroriale për ndëshkim politik dhe selektiv ndaj një lufte të drejtë çlirimtare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes rrjeteve sociale shprehet se nuk arrin ta kuptojë logjikën e prokurorisë speciale në Hag për të varrosur të gjallë shkrerët e UÇK-s në zemër të Europës demokratike, ndërsa lideri i Partisë Demokratike të Shqipërisë Ali Berisha komentoi akt akuzën si përsëritje të pretendimeve dhe shpifjeve të propagandës ultranacionaliste serbe, duke i lidhur atë me akuzat e mëhershme për trafik organesh, të cilat ai quajti trillime të fabrikuara, ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla bëri thirrje që të gjithë të bashkohen në protestën e 17 shkurtit me moton drejtësi jo politik që do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë e që do të jetë po në të njëjtën ditë kur Kosova shënon 18 dhjetorin e pavarësisë. Bashkimi Evropian dënon arrestimin e fundit nga Serbia të një veterani të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në deklaratën zyrtare thuhet se kjo është një shkelje tjetër e detyrimeve të Serbisë të marrëveshjes për dialogun dhe drejtësinë të vitit 2015. Sipas kësaj marrëveshje, Serbia është zotuar që të mos fillojë hetime penale apo ndjekje penale për krimet që pretendohet se janë kryer në Kosovë, përveç se nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.